Roli dhe prioritetet e Komisionit Evropian ishte forumi hapur akademik i zhvilluar në Universitetin e Qrem-Çabej nga Departamenti i Administrimit Publik, në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Qëllimi i këtij organizimi, sipas përgjegjëses së departamentit Iliriana Zyberi, është përgatitja e studentëve dhe pedagogëve me disa njohuri themelore për Bashkimin Evropian. Ky forum konkretisht u organizua këtë radhë për Komisionin Evropian, i cili quhet edhe motor i institucioneve të Bashkimit Evropian, i cili zbaton politikat, i vendos dhe zbaton politikat, si dhe bën mbrojtjen e qytetarëve të Bashkimit Evropian, të tilla që janë të domosdoshme edhe për ne shqiptarët, duke qenë se aderojnë për në Bashkimin Evropian. Implementimi i projektit të mbështetur nga Jean Monnet dhe Erasmus Plus do të vijojë edhe me sesiona të tjera informuese, ndërkohë që në kuadër të tij është futur në programin mësimor edhe një kurrikule re. Ka ndërmarrë dy shtylla kryesore në kuadër të këtij projekti. E para është përmirësimi i një kurrikule të re, e cila u fut në planin mësimor, që është bazat e qeverisjes europiane, dhe nga ana tjetër ka ndërmarrë edhe nismën për të organizuar disa forume ose disa sesione të hapura në lidhje me njohuritë e Bashkimit Evropian. Këtë radhë ishte njohuri për Komisionin Evropian, herë të tjera do të ketë për institucionet të Bashkimit Evropian, si Parlamenti Evropian, të drejtat europiane e të tjerë. Gjatë forumit u diskutuan edhe shtyllat kryesore të agjendës aktuale të Bashkimit Evropian, si marrëveshja e gjelbër, tranzicioni digjital dhe plani rritjes për Ballkanin Perëndimor. Rezultatet e synuara nga ky projekt janë botimi i një libri universitar, 3 artikuj shkencor, rritja e kapaciteteve kërkimore, si dhe ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm akademik në fushën e studimeve europiane.